Mbrëmjen e djeshme, gjatë prime, u diskutua dyshimi që Egli dhe Gjesti hodhën ndaj historisë së Lart Vasilit. Larti, Gjesti kur ka hyrë në këtë shtëpi ka përdorur një fjalë me shaka, dy fytyrësh, kjo karakterizon më së miri Eglin dhe Gjestin. Të vinin të ma thonin mua. Mund të sjell një njeri nga jashtë që e di shumë mirë këtë histori. Me Eglin dhe Gjestin kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë këto ditë, e kuptoj që për këtë garë mund të thuhen shumë gjëra, por që të arrish deri këtu do të thotë që nuk ke shpirt. Egli, unë nuk mundem ta vërtetoj kurse si të lutem. Larti, mos mu lut fare. Trup të vij që dyshon këtë gjë. Kështu ke folur edhe për njollat Egli, hajde se kështu na surprizon me gënjeshtrat e tua. Egli, në fakt kjo ishte një hije dyshimi e imja sepse është një gjë e paprekur. Unë nuk kam se si ta faktoj. Unë se kam thënë në mënyrë absolute që është gënjeshtër, por thash nuk e di pse kam dyshime. Nuk ke si e vërteton. Larti, kam se si e vërtetoj po të them, të vi turp. Nuk le gjë pa bërë.